ky po të ketë burë më të neveritshëm të olin se këte nuk ka. Ky bëhet legend, langaraq. Ju s'mund ta imagjinoni. Ju nuk mund t'imagjinoni aktet e turpshme që bën ky. Ky e ka me borx, ju them unë ju, edhe pse po ju ashtu. Unë isha kryeministër, dhe kur më vjen mua, po diskutohej për problemin e zgjedhjeve lokale. Dhe më vjen, vjen i ngarkuar me punë i Bashkimit Evropian në zyrë. Dhe unë po diskutoja për çështjen. Kur i bie telefonin, thot mua, mund të thotë zoti Rama, mund të flas me te? Shkoj thëm zyrën tjetër dhe fol me te, po jo këtu s'ke pse flet. Doli dhe kthehet. Thot, zoti Berisha, thot, aja është shtri për tokë, është shtri për dhe. Thot, foli pak një fjalë. I thash le të vdes aty, se si flas as një fjalë, se unë e një fjalë. Po, prisni një minutë. Një minutë, tu them unë ta marrim në shqiptar. E ti çfarë bën ky? Langaraq. Ky i jep darkën tjerëve dhe shkon e bie në gjujë. Ky turp. Shkon e bie në gjujë. Unë thot se, thot se kështu e përpiqet me çdo kusht, por asgjë. Karton e zi ka. Karton e zi. Absolutisht. As me rënje në gjujë, as me puthje çizmesh e kamsh, ky nuk shton më kurrë. Ja u them këte miq. Ja u them këte. Ishte në Washington, e pat. As një njeri nuk e priti. Ja refuzuan çdo kërkesë. I refuzuan çdo kërkesë. Duke thënë të gjitha këto, do të them dhe një gjë tjetër. Gjithçka varet nga ne. Kush e di Ramën, nga ajo zyrë nuk e nxjerr për veshlesh. Nuk vjen njeri të nxjerr. Jemi ne. A ka provokim më të rëndë sa i që bën sot? A ka provokim më të rëndë? Sot, prokurorët, pas 3 muajsh, në kundërshtim me ligjin, kushtetutën dhe çdo gjë, u lejuan të paraqesin kërkesën e tyre. Dhe sot, hajdutët, përsëri, përkundër qëndrimit të deputet vetar, njeri nga ata tha, unë abstenoj. Po mirë i thakta, absteno ti, atër jemi 5-4 dhe vendimi është i qartë që komisioni kërkon heqjen e imunitetit, sa edhe arrestimin. Pas 5 minutash, Tavlan Balla, i cili, në gjoni pak, kur është vetëm me të huaj, një fjalë në mbrojtje nuk e thot për te, për kundrazi. Kur është me tjerë, bën avokat e saj. Thot, jo, thot, ne nuk kemi dakord me propozimin tuaj, propozimin demokrat. A ishte propozimi prokurorëve? Demokratët po pranonin propozimin e prokurorëve. Dhe dolen nga komisioni pa votur. Do pyesim grupin. Po kushtetuta thot se vendimin e merr komisioni, nuk e merr grupi. Po këta s'kan as ligj, as kushtetut. Pra, kush do heq imunitetin asaj? Qytetarët shqiptar të shtudhen në ora 6 e gjithë Shqipëria kundër Edi Ramës, imunitetit Edi Ramës, për arrestimin e Edi Ramës, për largimin nga pushteti. Rrofshiu, rrof Shqipëria. Faleminderit.